Bashkëshortja e Luciano Boçit reagon për dhunën ndaj djalit të saj në miting. Skem banditeske. Në një postim në Facebook, bashkëshortja e Luciano Boçit Blerina ka reaguar pas dhunës ndaj djalit të saj mbrëmjen e djeshme pranë stadiumit në qytetin e Elbasanit në mitingun e Partisë Demokratike. Blerina thotë se ky është një veprim i skemave banditeske, por që do ta zbardhin deri në fund. Skemat banditeske në veprim të plot, por do e zbardhim deri në fund. Zoti thot, beteja është e imja, shkruan ajo krahas videos. Kujtojmë se disa persona u përfshin në një përplasje fizike mbrëmjen e mërkurës pranë stadiumit në qytetin e Elbasanit në mitingun e Partisë Demokratike. Pas një debati, persona ende të pa identifikuar kanë dhunuar djalin e Luciano Boçit, drejtuesit politik të Partisë Demokratike në Shkodër. Djali i Boçit u transportua me hematoma në spitalin e qytetit ku po merr ndihmë mjekësore.